Liridona Ademaj ka parë gjithçka përpara se të ekzekutohej. Gazetari Vebi Kajtazi ka sjellë detaje të reja në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt. Sipas tij, Liridona ka parë gjithçka përpara se të ekzekutohej, duke përfshirë momentin kur bashkëshorti i saj ka liruar sedilin e shoferit për vrasësin. Detaje të rënda përshkruajnë një skenë të qëndrueshme ku autori dyshuar Granit Plava ka dalë nga makina e tij për të ekzekutuar Liridonën përpara syve të bashkëshortit të saj. Pasi bashkëshorti i Liridonës ndaloi makinën, Plava u afrohet dhe liron sediljen e shoferit për të ekzekutuar viktimën. Kjo skenë e dhimbshme është dëshmuar nga gazetari Vebi Kajtazi, duke zbuluar një histori të dhimbshme tradhtie dhe vrasje. Në një tjetër zhvillim, Naim Murseli është identifikuar si personi i parë që është arrestuar në lidhje me rastin. Gazetari raporton se policia ka pasur dyshime të mëdha për gënjeshtrën e tij gjatë intervistës fillestare, ndërkohë dyshimet për implikimin e tij në zhdukjen e telefonit të tij dhe të bashkëshortes së tij janë bërë edhe më të forta me autoritetet që kanë kërkuar ndihmë nga kompania Apple për të gjurmuar bisedat. Gazetari gjithashtu raporton se natën e krimit Naim Murseli dhe Kushtrim Kokalla kanë shkuar në një hotel bashk dhe kanë qëndruar në një dhomë. Kokalla tregon se Murseli e konsideroi vrasjen si një punë të kryer, duke thënë u krye dhe kjo punë, u çlirova. Ndërkohë, Granit Plava ka komunikuar me Kokallën dhe ka thirrur atë në një klub nate. Rasti vijon të shqetësoj opinionin publik, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet dhe përpjekjet për të gjetur të gjithë të përfshirët në këtë akt të dhunshëm.